Para se të bëni botoks, keni parasysh faktet në vijim. Botoksi dhe substanca tjera të injektueshme nuk janë të licencuara dhe as nuk kanë autorizim për tregtim në vend. Emri i njohur nga afera famkeqe Pronto është kthyer sërish në sistem. Por kur Insideru ofroi prova se këto kompani ofrojnë ndërhyrje që përfshin futjen e substancave në trup, kishte organizuar trajnime për 35 mjek për të injektuar produkte të kompanisë zvicrane. Pra, sipas vetë rregullave të ministrisë, shërbimet që ofrojnë A-Center kërkojnë licencë të cilën kjo kompani nuk e ka. Para se të bëni botoks, keni parasysh faktet në vijim. Sipas Agjencisë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, asnjë kompani nuk ka aplikuar për import të tyre në periudhën janar 2024 deri mars 2025. Botoksi dhe substanca tjera të injektueshme nuk janë të licencuara dhe as nuk kanë autorizim për tregtim në vend. Por pavarësisht kësaj ndalese, një zyrtare e Ministrisë së Shëndetësisë që i përdor këto produkte, por edhe i promovon ato përmes bizneseve private në emrin e saj. Ajo është Arbenita Pajaziti, emri i njohur nga afera famkeqe Pronto, ku ishte përballur me akuza për mashtrim ndaj Ministrisë së Financave. Sot, i liruar nga ato akuza, Pajaziti është kthyer sërish në sistem, pikërisht në Departamentin për Cilësi dhe Licencim të Institucioneve Shëndetësore, sektori që jep licenca për klinikat në Kosovë. Ndërkohë, ajo vetë është pronare e 2 bizneseve që ofrojnë ndërhyrje me filler dhe botoks pa asnjë licencë zyrtare. Gazeta Insideri ka tentuar për më shumë se 2 javë të kontaktojë zyrtaren Pajaziti për sqarime përmes numrave të bizneseve, emaili zyrtarit dhe rrjeteve sociale, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Ministria e Shëndetësisë në një reagim zyrtar, por pa emër të zyrtarit përgjegjës, pretendon se nuk janë ordinanca shëndetësore dhe nuk ka nevojë për licencë sepse janë të regjistruara si biznese në ARBK. Por, kur Insideru ofroi prova se këto kompani ofrojnë ndërhyrje që përfshin futjen e substancave në trup, reagoi edhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Naim Bardiqi. Ai përmes një emaili kujtoi se çdo ndërhyrje, qoftë mikroinvazive që përfshin pajisje medicinale apo produkte mjekësore, duhet të bëhen vetëm nga profesionistë të licencuar dhe në institucione të licencuara. Për më tepër, vetë A-Center kishte organizuar trajnime për 35 mjek për të injektuar produkte të kompanisë zvicrane. Pra, sipas vetë rregullave të ministrisë, shërbimet që ofrojnë A-Center kërkojnë licencë të cilën kjo kompani nuk e ka. Ndërkohë, as dogana e Kosovës nuk ka dhënë përgjigje për mënyrën se si janë futur këto produkte në Kosovë. AKPPM ka konfirmuar se produktet si botoksi nuk kanë leje importi, megjithatë ato ofrohen çdo ditë publikisht në rrjetet sociale. E për ironi, Arbenita Pajaziti nuk figuron as në listën e deklarimit të pasurisë publike, por përveç pagës nga shteti, ajo ka marrë të paktën edhe paga shtesë nga 2 bizneset të cilat janë në pronësi të saj që nga fillimi i vitit 2024.